Gjesti i rënduar emocionalisht kërkon urgjentisht ndihmën e familjarëve të tij, ja për çfarë ju lutet. Mbrëmjet e fundit të Big Brother VIP duket se kanë marrë një kthes të papritur ku Egli e Danja kanë vazhduar të sulmojnë Gjestin në obor, gjë që duket se ka rënduar shumë këtë të fundit. Në një intensitet të papritur, Gjesti e prishi heshtjen, duke bërë edhe deklaratë të fortë teksa mori vëmendjen e të gjithëve. Kam ju shkatruar ren. Kjo fjalë tensionoi atmosferën teksa vazhdoi me tone më të ashpra, një nga një do ju paloj ren, kam me ju adridh, kam me ju shkatru pashalahun, s'kam më shirë hit 0-0. Ishin fjalët e tij të përsëritura si një thirrje për lojë, duke thënë se nervat e tij janë më të tensionuar se kurrë. Kjo situatë vjen pas tensioneve të krijuara më herët me Eglin, e veçanërisht pas spektaklit të kaluar ku ai e deklaroi publikisht se pas përfundimit të lojës ka më pa mos urratin. Duket se Egli, e cila që nga rikthimi nuk ka dashur ta përballë drejt Gjestin, por vetëm e ka ngacmuar me fjalë duke akuzuar për gjendjen e saj, duket se Gjesti është më i ngarkuar se kurrë. Kjo edhe për shkak të 5 muajve izolim, një rekord botëror që e theu vetëm pak ditë më parë si banori që ka qëndruar më shumë i izoluar. E duket se gjithë këto përplasjet e tyre të shpeshta, sidomos në debatet e ashpra në Prime ditën e sotme, kanë sjellë që të ndikojnë ndjeshëm në gjendjen emocionale të Gjestit. Sot ai është parë në një gjendje të rënduar, teksa nuk ka mundur të përballojë më situatën. I vetëm në obor me lot në sy, ai ka dërguar një mesazh prekës familjarëve të tij, teksa u drejtua: familja ime, kam mall për ju, jam tu të shmend, o Zoti i madh, atë të myt malli për ju, çdo se ne kam bë për ju, kam 5 muaj izolim veç për ju, hiç për vete. Duket se presioni i lojës dhe konfliktet me Eglin e kanë ndikuar rënd Gjestin, i cili ka kërkuar produksionit që në këto momente të vështira të ketë të paktën një surprizë nga familjarët e tij. Pritet të shihet në Prime-in e ardhshëm nëse do ndodhë një gjë e tillë.